Së pari, të vendosin çmime tavan për produktet bazë ushqimore, ose të përcaktohen marrë minimale për këto produkte, në mënyrë që të parandalohet abuzimi me çmimet. Së dyti, të rritet paga minimale për të paktën 3.000 denar, duke filluar nga muaji mars, në vend të rritjes simbolike për 1.600 denarësh që parashihet aktualisht. Së treti, të ulet përkohësisht TVSH-ja për produktet bazë ushqimore për një periudhë prej 3 muajsh, për të ulur menjëherë çmimet në treg. Së katërti, të bëhet një rishikim i të dhënave doganore për importin e pemëve dhe perimeve, duke pasur parasysh se vendi është në masë të madhe i varur nga importi, dhe se manipulimet në këtë sektor ndikojnë drejt për drejt në çmimet për qytetarët. Së pesti, të rriten kontrollet nga inspektoratet përkatëse në treg për të parandaluar spekulimet dhe abuzimet me çmimet. Njëkohësisht, i bëjmë thirrje Komisionit Rregullator për Energjetik që të shqyrtoj më shpesh çmimet e derivateve të naftës.